Sup me kokë qëngjit do përgatitim sot, po, mishi kokës është mishi më i mirë për ata që dinë përse po e kam fjalën. Tani, unë e vendosa bashkë me mishin e zverkut këtu, që t'i zihej bashkë mishin, që të marrë lëngun, edhe pastaj me mishin e kokës o njerëz, unë do bëj paçe, se paçe kokës del fantastike. Do t'ua tregoj në videon tjetër. Këtu do t'u tregoj që me lëngun e mishit përgatita një sup me patate dhe me karota, se djali nuk e ha paçen e kokës, nuk është mësuar me këto shije, neve jemi mësuar edhe na pëlqejnë, edhe burri tim më tha unë nuk e ha dot paçen. Okej, nuk është mësuar, çati bëjmë tani? Hengra unë paçe dhe doli fantastike. Këtyre u përgatita këtë supën me patate dhe karota, që u pëlqeu shumë, domethënë mora lëngun e mishit, që ishte brenda, e hodha brenda, i hodha dhe majdanos në fund o njerëz, edhe doli fantastike. Do t'u tregoj në video tjetër dhe paçen, po këtu është supa që përgatita.